sfida e fundit mes këtyre dy ekipeve Ja, ka qenë me një rezultat super të thellë. Domethënë fiton Spanja në 2018 me rezultatin 6-1. Po, është e vërtetë. Pavarësisht se ka qenë ndeshje miqësore, po rezultat shumë i thellë. Se bën dot këtë sot. Sot se besoj. Sot po fitoj me 1 gol do jetë. Diferenca një gol nuk jetë. Sot diferenca në fushë është 1 gol. Nuk besoj se do ketë diferencë. Jamal! E prit. Super. Bravo Jamal. E frikshme ishte, ja dhe shkëndia e parë. Shkëndia e parë, po. Nuk ishte error. Çfarë topi Messi? Unai Simon! Wow. Ky ishte fatal. E kupton sa mund kush. Mos mor por. Tu tregoj që portieri është pozicional. Pozicional. O ja Zabal bo. Se gjujtja ishte rrezikshme, pavarësisht qendrore. Duhet të ishte edhe më mirë si goditje fakt. Gjujtja ishte këmbën e tij. Kukureja, çfarë goditje? Ishte A di çam kujtu o Martinez. Është vërtet ajo që tha Naimi pjesën e parë, lojtari më i mirë në këto momente është mbrojt portieri i Argentinës, Martinez. Pa 2-3 raste të paktën. Ja, i ka pritur mirë. Edhe e bukur. E zurin me fasi Martinezin. E vërtet. Se nuk e priste se do godiste nga ty. E po shuhet po nuk do goditje. Kushton gjë. Po pikërisht këtë po them, nuk është se i ndryshonte në diçka. Se ishte më rrezikshme të linte Messin kalon do aty se sa faulli. Po tani rrezikun e Messit nuk besoj se do shumë mend për ta ditë. Aq më tepër që deri tani ka qenë hije dhe ato fragmente kërkon. Tani gjithë ekipi i Spanjës është në mbrojtje. Shoj Messi. Po ça Messi, ku ka Messi aty? Shumë rregullt ishte. Po ishte ndërhyrje perfekte. Dhe shiko si kërko topi. Krosimi. Bravo Unai Simon. Dhe Unai Simon loj. E provoj vetëm një herë. Tregoj se jam këtu. Bravo. Nico Williams. Është Jamal tjetër. Rasti fatal ndoshta për po jo më jepa top më. Përfundimisht portieri është jepa top më por. Lojtari më i mirë. Ja. Ja. Çfarë ndërhyrje. Pritje 10 merita. Dhe super goditje nga Jamal. Kjo ishte rrezikshme. Nuk ishte fare rrezë shikimi. Dhe super goditje nga Jamal, Po. E ka lënë dhe goditjen absolutisht. Fursat. Edhe nëse u mbet sot Argentina meriton dorezën e art. Po. Këtë botërore meriton. Bravo i qoftë. Shoj? Po. Ka faull. Anullim, po. Mos. Jo, s'është gol. Wow. Tani s'e kuptova, ishte faull apo ishte te portieri? Ishte faull te portieri me sa duket. Dhe te portieri nuk tolerohen. Është edhe gol! As për Ronaldo se vërtet kaq por. Blako, jam gozu më shumë se ta kishte fituar Ronaldo këtë. Ta kishte shumë Ronaldo këtë gol. Ja dhe stafi. Wow! Super aksion, bravo i qoftë. Merino. Shesh ironikisht tani. It's coming home. Jam marrë përfundimisht 18 vjeç. Fitoj kupën e botës. Ka dhe tension tani mes lojtarëve. Tension.